Me nisjen e provimeve të maturës shtetërore, shumë maturant përballen me nivele të larta stresi dhe ankthi, si pasojë e ngarkesës emocionale, depresionit për të arritur rezultate sa më të mira. Specialistët e shëndetit mendor shprehen se kjo është një periudhë ndjeshme për të rinjt, ndaj menaxhimi i emocioneve dhe organizimi i kohës janë element thelbësor për të përballuar me sukses provimet. Mjedisi duhet jetë mbështetës, sidomos mjedisi familjar, marrëdhëniet e ngushta, për të kuptuar aftësitë e çdo fëmie dhe kapacitetin për të dhënë i cili është i ndryshëm. Duhet të respektojë regjimin, oraret e studimit, të pushimit, të argëtimit, të gjumit, ushqyerjen dhe aktivitetin fizik. Pra gjithçka për të pasur një psikologji të shëndetshme është një ekuilibër midis ushqimit, gjumit, aktivitetit fizik dhe ngarkesës së studimit. Një rol të veçantë në këtë periudhë ka dhe familja. Bode nënvizon se mbështetja prindërore, komunikimi i hapur dhe krijimi një ambienti të qetë në shtëpi janë faktorë që ndihmojnë të rinjt të ndihen më të sigurt dhe më pak të ngarkuar emocionalisht. Prindrit duhet jenë të vëmendshëm me fëmijët që nuk shprehen, fëmijët që ndryshojnë në sjellje, që ndryshojnë në pjesën emocionale, gjumin, oreksin, ndryshimet e peshës, apo që mund të bëhen më të mbyllur, më të izoluar apo më agresiv në këto ditë sezonit të vështira. Dhe zgjidhjet pastaj janë në varësi të problemit. Nëse shfaqen simptoma shqetësuese, fëmia duhet i drejtohet profesionistit, një psikologu apo një terapisti. Në këtë periudhë, specialistët apelojnë për kujdes ndaj shëndetit mendor të maturantëve, duke kujtuar se suksesi nuk varet vetëm nga orët e studimit, por dhe nga balanca mes përgatitjes, pushimit dhe mbështetjes emocionale.